Kandidati i Partisë Socialiste për deputet Damian Gjiknuri, shoqëruar nga kryetari i Forumit Rinor Euro-Socialist të Vlorës Indrit Grabova, zhvilloi një takim me të rejat dhe të rinj socialist të rajonit numër 2 të qytetit në një atmosferë shumë energjike, siç janë vetë rinjt. Kreu i Freshit në Vlorë, Indrit Grabova, në fjalën përshëndetëse pohoi se kandidimi i Gjiknurit është një rëndësi e shtuar për rajonin numër 2 dhe të rinjtë e qarkut të Vlorës kanë në listën e përfaqësimit Damian Gjiknurin, atë që në Vlorë ka treguar me punën e tij, se gjithmonë ka qenë mbështetje jo vetëm për qytetarët e Vlorës, por edhe për të rinjtë, duke përçuar më tej zërin e tyre. Është një kënaqësi e veçantë që prezantoi kandidati për deputet të qarkut të Vlorës, por me një rëndësi të shtuar për rajonin 2, i cili është rajoni jonë. Është kënaqësi që të gjithë të rinjtë e rajonit 2, por jo vetëm dhe të rinjtë e qarkut, kanë në listën e tyre Damian Gjiknurin, atë që ka treguar që me punën e tij, backgroundin e tij, gjithmonë ka qenë një mbështetje jo vetëm për qytetarët vlonjans, por gjithashtu edhe për të rinjtë për të përçuar zërin e tyre më tej. Vetë kandidati Gjiknuri, duke ju referuar energjisë rinore, pohoi se është i bindur që edhe kjo fushat, nëse rinia përfshihet, do të ketë një rezultat spektakolar, duke i cilësuar të rinj si ardhmja e vendit, ndërsa u drejtua të rinjve me ftesën për të vijuar të besojnë tek ajo çfarë ofron Partia Socialiste. Në part e energji të rinj, jam i bindur që edhe kjo fushat, nëse ju vërtet përfshiheni, ne do bëjmë një rezultat spektakolar. Në fakt Vlora është për ju. Do të keni mundësi të jetoni dhe të shikoni ndryshime të jashtëzakonshme që kanë ardhur si rezultat i qeverisë së Partisë Socialiste. Në pasin të sa nga paketin e votimit për herë të parë, do kenë mundësinë që t'jenë shtedhas të Bashkimit Evropian. Nëse doni një targë më të mirë për njëri